Përgjimet e Erion Veliajt nga burgu i Durrësit kanë legjitimuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për masën arrest në burg ndaj tij me pretendimin se ai duke qëndruar jashtë mund të prishte provat dhe shantazhonte dëshmitarët. Nga këto përgjime del qartë që nga burgu Erion Veliaj jep direktiva për të shantazhuar prokurorin e çështjes Olsi Dado dhe gjykatën e posaçme. Aty shikohet qartë mënyra dhe mekanizmi se si Erion Veliaj përdor mediat pranë tij për të bërë presion. Ai komunikon me bashkëshorten Ajola Xoxa dhe të vëllain Arbër Veliaj. Nga një përgjim i prokurorisë së posaçme, Erion Veliaj kujdeset personalisht për përgatitjen dhe manipulimin e audios, ku pretendonte se prokurori Olsi Dado i thonte ndyrësirë, madje i përcakton dhe gazetarët ku duhet të dërgohet kjo audio, Mero Baze dhe Carlo Bolino. Erion Veliaj kërkon që të angazhohen të gjithë për këtë gjë, duke përmendur Meron, Max Haxhin, i kërkon që të angazhojë dhe portale e gjëra të tjera. Po, duhet ngrit Your Shoulder Eyes Help plak ose e kemi, ai ka bërë një gafë spektakolare aty. Në një bisedë të 24 shkurtit, Veliaj komunikon me Ajola Xoxën dhe interesohet për ecurinë e montimit të kësaj audio, duke dhënë porositë e tij se si duhet bërë manipulimi. Në orën 15:30, Erion Veliaj telefonon Ajolën dhe kjo i fundit i tregon se ata e kanë transkriptin dhe po punojnë me të, duke pastruar zërin me qëllim që të dëgjohet mirë, sepse është pak si në nz, që të jetë dëgjueshme. Në orën 16, Erion Veliaj interesohet sërish në lidhje me transkriptimin dhe me pastrimin e audios së seancës gjyqësore dhe Ajola në bisedë me të i konfirmon se ka një përgjigje. Veliaj i kërkon që materialin t'ia bëjë gati dhe t'ia jap redaktorit, i cili sipas bisedës ka patur takim me grupin. Pretendimi i Veliajt atë kohë u përgënjeshtrua nga gjykata e posaçme, e cila publikoi procesverbalin e seancës. Ndërkohë në një tjetër përgjim, Erion Veliaj është përpjekur që të shantazhojë gjykatën dhe prokurorin, duke prodhuar një lajm me idenë se është paguar një shumë prej 2 milionë eurosh për të goditur dhe arrestuar atë, madje duke sajuar dhe dëshmitar të rrem dhe nga opozita.